të jetoj këtu në Valona, se Valona na pëlqen shumë. Trupa e varietes të teatrit Petro Marko me një premier të re. Halli-hallit nuk i ngjan, kanë nxjerrë sot në një konferencë për mediat artistët protagonistë të saj. Sipas drejtorit të teatrit Petro Marko, Artur Damo, premiera këtë herë vjen me një specifik të veçantë, e cila bashkon aktorë që kanë bërë histori, por dhe aktorë të rinj. Trupa e varietes vjen në datat 18, 19, 20, 21, premier. Sinqerisht vetë jam entuziazmuar dhe e kënaqur për faktin që risjellim spektaklin e varietes me një specifik të veçantë që kjo variete ka përfshirë pa diskutim emrat e mirënjohur të humorit dhe parodisë lënjate, Afrimin dhe Agronin, bashkë me aktorët e trupës së varietes të teatrit Petro Marko, dhe jo vetëm, dhe aktorë të rinj, pa diskutim këngëtarët, dhe si gjithmonë edhe zërat e rinj janë bërë pjesë e kësaj premiere, grupi i kërcimit modern, Star Dance, edhe do thosha e veçanta e këtij spektakli është edhe pjesëmarrja e prestigjatorit të njohur lënjat, Edmond Muraj. Me pak fjalë, një varieté gjithëpërfshirëse dhe shpresojmë shumë që në këto fund viti Teatri Petro Marko të vi me një spektakël për të argëtuar dhe për të mbushur sallën e teatrit si gjithmonë plot. Në këtë rast duhet të falenderoj shumë të dy mjeshtrat që ju përgjigjen thirrjes, morën përsipër vënien në skenë të kësaj varieteje. Se sa i kënaqur jam, mendoj që kjo është një punë ose një vazhdimsi e bërë në vite. Varieteja nuk fillon me Arturin, nuk fillon në këto momente. Ne përpiqemi që ta mbajmë gjallë dhe të mundemi të lëmë edhe vazhdimsinë. Pikërisht, ky është edhe, si thua, në një farë mënyrë formati që është zgjedhur. Gërshetimi i gjeneratave, duke filluar nga më të vjetrit, duke i respektuar dhe mundësisht të krijojmë edhe vazhdimsinë me brezat e rinj, me aktorët e rinj. Shfaqja vjen me regjit Afrima Galliut Mjeshtri Mat dhe sipas tij, shfaqja do të jetë një festë e bukur për artdashësin vlonjat. Shfaqja titullohet Halle Halle kjo dynja, me tekst Mjeshtrit të Madh Haxhi Rama dhe Genz Demiraj, njëkohësisht dhe parodi të shkruara nga dyshja Afrimi Agroni. Skenografia është e Drini Sheut, mirënjohur Drini Sheu, merr pjesë Star Dance Academy. Këta janë pjesa përbërëse e kësaj shfaqjeje, po ndërkohë unë jo më kot i lash në fund për të evidentuar surprizat e kësaj shfaqje. E para herë dhe kënaqësi e jashtëzakonshme e veçantë për mua dhe Gonen është që ne luajmë me Mirin dhe me Albën, që janë dy aktorë të cilët janë të atashuar dhe janë këtu pra në trupën tonë, dhe për ne është kënaqësi e madhe që do të luajmë bashkë në këtë spektakël. Gjithashtu, surpriza tjetër është Edmond Muraj, një prestigjator me emër jo vetëm këtu në vendin tonë, por edhe jashtë ku ai performon në Angli, në Greqi, ku ka dhe familjen e tij. Kështu që gjej rastin të ftoj spektatorin vlonjat, i cili nuk ka munguar natyrisht në shfaqjet tona, të vi të ndjeki një shfaqje në këtë fund viti, që do të jetë një shfaqje argëtuese dhe mbreslënëse. Mirë se të na vini në 18, 19, 20, 21 dhe më pas muajin janar do të shohim se ç'do të bëjmë, patjetër do të japim shfaqjen në vazhdimsi. Për aktorin e ri Ermir Hoxha. Më në fund më çdo rasti që luaj me Agronin dhe me Afrimin, edhe është hera parë që marr pjesë në varieté me teatrin, sepse kam qenë me dramë i aktivizuar dhe jam shumë i emocionuar që për mirë, që më në fund do bëj diçka në të cilën unë e gjej veten shumë kollaj, duke qenë se e bëj këtë punë edhe në televizion, edhe në teatr është hera parë që po e bëj me teatrin e qytetit tim, kështu që ndihem shumë i emocionuar dhe jam i bindur që do të jetë një sukses. Sigurisht do përfaqësohen edhe italianët që jetojnë në Vlorë, sepse tashmë qyteti për fatin e keq që po zbrazet për shumë halle që halli-hallit nuk i ngjan, të paktën po mbushet me italianë dhe po i përfaqësojmë edhe ata. Aktoria e njohur e teatrit të Vlorës Matilda Avduli ka një mesazh për publikun. Harroni për pak hallet tuaja dhe i jani në teatr, të shikoni dhe të shijoni hallet tona të trajtuara me humor.
Prestigiatori Edmond Muraj vlerëson bashkëpunimin me Teatrin e Vlorës. Për mua është kënaqësi e veçantë dhe sa herë që vi në Vlorë gjithmonë më pëlqen shumë që të inkuadrohem me trupën e teatrit. Unë gjithmonë jam në kontakt me sfaqjet e mia, por sa herë që vi në Shqipëri, nuk e di, kam një energji tjetër dhe më pëlqen shumë që të jem në skenë, në teatr, dhe sidomos me aktorët e njohur dhe trupën e teatrit. Është kënaqësi për mua dhe ju falenderit. Edhe skenografia në funksion të harmonisë së shfaqjes, sipas skenografit Drini Sheu, i cili nuk haron të përmend dhe punën e madhe që bëhet në prapasken. Skenografia kuptohet që është përshtatur varietes, duke për pjesë dhe qoftë me ngjyrat dhe qoftë me atmosferën, po ajo që duhet veçoj unë, domethënë nëse gjithë pjesa këtu themi për ata që dalin dhe performojnë në skenë, domethënë edhe skenografia ka një grupë të madh njerëzish që punojnë dhe që duhen vlerësuar dhe ata për gjithë atë punë që bëjnë, domethënë për pjesën teknike dhe që të vinë në këtë rezultatin e shfaqjes. Ndërsa drejtori i teatrit Artur Dhamo fton qytetarët artdashës të Vlorës të vinë dhe të argëtohen të 4 netët e spektaklit. Spektatori pse duhet vi? Për mua, mendoj që dhe në këtë premier publiku vlonjat nuk do të na zhgënjej dhe unë duhet të jem shumë falenderus, paktën minimalisht për këtë periudhë, për një spektator që na ka ndjekur me shumë kënaqësi dhe jam i sigurt që dhe këtë radhë nuk do t'i zhgënjejmë. Ejani të festojmë dhe të gëzojmë së bashku 4 net premiere, Halli hallit nuk i ngjan. Halli hallit nuk i ngjan, premiera që prej 18 dhjetorit deri në 21 dhjetor do të ngjitet në skenën e Petro Markos, vjen me libret Haxhi Ramës Mjeshtri i Madh, Afrima Galliu Mjeshtri i Madh dhe Genz Demiraj. Regjisor Afrima Galliu, drejtues muzikor Artur Dhamo, skenografi Drini Sheu dhe redaktor muzike Sokol Toto. Ndërkohë, në këtë premier marrin pjesë Afrima Galliu Mjeshtri i Madh dhe Agron Hamo Mjeshtri i Madh. Trupa e varietes Matilda Avduli, Ermir Hoxha, Alba Shtëmbari, Lavdie Bisha, Albi Merkaj. Ndërsa janë pjesë e shfaqjes këngëtarët Rovena Ibrahimi, Ludmila Baballoku, Viktor Tahiraj, si dhe këngëtar të rinj të ftuar. Në këtë shfaqje merr pjesë dhe grupi kërcimit modern, ndërsa prestigiator është Edmond Muraj.